Mirë mbrëma, ju përshëndesim nga show. Fol Shqip. Mi mbrëma gjithve, anë mban botës shqiptare, anë mban shqiptarve ku do qenin gjithë botën, gjithë trevat tona shqiptare. Mirë si u gjejmë edhe sonte, si çdo javë tjetër nga shtëpia më e bukur e diasporës shqiptareve, show i vetëm dhe i pari nga diaspora shqiptare, në zemër të Zvicrës, bashkë me kolegun tim Marash Pulaj, ju përshëndesim gjithve dhe padyshim si gjithmonë ju duam shumë gjithve sepse o mëtëm dy kallëzu njëri tjetrit, reagimet tuaja në rrugë, përshëndetjet tuaja në rrugë, respektin tuaj që na jepni mua dhe këti, sa herë më shikoni mua e pyesni ku është Marashi, sa herë shikoni Marashin e pyesni ku është Altini. Kështu që Altin Marku, Marash Pulaj, respekt për juve gjithë. Maksimum. Marash, sonde e vazhdojmë një intervistë interesante dhe një emision interesant. Pas falënderimit sponsorëve, ne duhet të themi që do kemi dy interesanta, dy intervista interesante. Një është ekskluzive në Fol Shqip Show në Zvicër, i ardhur doktori mirë njohur nga Kosova, zoti Fisnik Megaj, i cili vjen për të na treguar për suksesin e tij, për punën e tij dhe arritjet e tij dhe çfarë bën punët që i bën dhe mrekullitë realisht që i bën Advanced Dental Center. Pastaj do kemi edhe një trokitje në derë ku do jemi te Flutura Geca, jo shumë interesant tek Flutura Geca një intervistë që më ka mrekullu vendi, pritja dhe puna saj tash 25 vite në shtet, në komuna të ndryshme të Zvicrës që punon për fëmijë, punë sociale. Atëherë, Marash, vazhdojmë me falënderimin e sponsorëve tanë, i cili është ADC Kosova, partner dhe sponsorizues i këtij sezoni në Fol Shqip Show, i cili na mrekullon dhe na sjell buzëqeshjen më mirë se askund tjetër. Një staf i kualifikuar me doktor profesionist dhe si gjithmonë krye doktori kirurgu zoti Fisnik Mekaj dhe na sjell buzëqeshjen pa dhimbje, pa efekte dhe më bukur se askund tjetër. Advanced Dental Center mjafton ta shikoni vetëm në rrjetet sociale ADC Kosova, shikoni punën e mrekullueshme e cila ka pacient të gjithë KFOR-in në Kosovë, ambasadat që janë me mision në Kosovë dhe shumë VIP. Pastaj mos u largoni se do kemi intervistë interesante me zotin Fisnik Megaj për të na treguar pak a shumë se si ka arritur kaq sukses të madh duke patur pacient të gjithë KFOR-in, ambasadat dhe kështu me radhë. Faleminderit shumë ADC Kosova se jemi me Fol Shqip Show. Mund ta thuash edhe në gjuhën gjermane, Marash për atë që... Faleminderit shumë Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit shumë ADC. Big up ADC Kosova! Faleminderit shumë Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit shumë. Fluturoni pa turbulenca me Pristina Ticket nga Pristina në Gjenev, në Basel dhe në Zürich, por gjithashtu në 16 destinacionet e tjera të Europës. Pristina Ticket, faleminderit shumë që jemi me Fol Shqip Show, të duam shumë, të gjithë shqiptarët rezervojmë tek Pristina Ticket. Pa. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Ozone Hair Clinic më të mirët për transplantin e flokëve në Prishtinë, me mjekët më të mirë që ka Stambolli, të ardhur në Prishtinë, me pronarët më të mirë miqtë e mi, të cilët janë Valmira dhe Ademi, të gjitha rrugët na çojnë tek Ozone Hair Clinic për të mbjellur flokët, kështu që suksesi tyre flet vet. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic që me Fol Shqip Show për të katëtin, pestin vit rradhazi o vlla me neve. Ne na bo tashmo me ma bo adënën në del Ozon. Ne o bo juve adënën në del Fol Shqip Show, kështu që faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit shumë AM Food, Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Faleminderit shumë. Harrojeni! Po harrojeni amo! Harrojeni! Që mundeni me gjetë mish më të mirë se sa në AM Food. Harrojeni që mundeni me marrë ushqime të Ballkanit më të mira se sa produktet e AM Food me Hana. AM Food, faleminderit që jemi me Fol Shqip Show, të duam shumë shqiptarët që kanë dëshirë për të marrë produktet nga Ballkani dhe mish të terror të njohur gjitha llojet. Ja ku e keni kontaktet e numrat e telefonit, mjafton në website AM Food dhe dalin gjitha kontaktet.
Faleminderit shumë M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit größter Sorgfalt. Faleminderit shumë. Marrësh më ka shku menja, njerë, nuk e di pse më ka shku menja. Ma gjuj. Është shumë interesant që ka kjo. Shemë, po pse se ka mojtë këtë luçken me vetje të na heret këtu, se marrë vesh. Kjo është luçka eme që e kam shumë shok. E shpeshherë i tremi njerëzit me ta dhe i qaj për uthulla. Më ka shku menja marash, me shku në Kosovë, edhe më arë prej Kosove, me M-Transport. A di që më ka shku menja njerë si ti pëti se që kam kryt ka herë. Më ka po me ndru. Me mori 2 shek, vla. Dhe është me thanë, në kamion, mushtri. Në kamion, mushtri, mja fut gjo me thënë i rrugën prej, se në të mjetet tira do të më najkë sho jullur. Në kamion, mere 2 shek, ja pagun ati, vla, 100 euro, asaj, thuk ma levi sofë, edhe vjen, ja fut gjumë. Përveç shakas, me M-Transport mund të dërgoni malrat nga Zvicra të Gjermania në Kosovë, dhe në asilës Kosova, Zvicra, Gjermani, të sigurta, të shpejta dhe të garantuara. M-Transport, kontaktit ja ku i keni, vazhdojni me M-Transport. Hapa! Vazhdojmë me rubrikën Mëso Shqip. A të mësojmë pak Shqip? Të mësojmë pak Shqip. Okej, hajde të mësojmë pak Shqip para se të ftojmë doktor Fisnik Pekaj. Fjalët e huaja që duhet zëvendësuar me ato Shqip. Pra, fjalët e huaja janë këto. Like. Bënja like, ma bëni like, s'ma bëni like. Atëherë pëlqim, më pëlqej, ma bëni pëlqim, ja bëna pëlqim. Pra, like u bjen, nuk është Shqip, pëlqimi është Shqip. Prevalon. Pra, prevalon situata, apo prevalon personi, apo ku diun, mbi zotëron, zëvendësohet me Shqip. Prevalon bjen, mbi zotëron është Shqip. Pra, rubrika Mëso Shqip në fol Shqip. Fjala anglisht, inside. Inside dhe më thonë brenda, Brenda, po. Brenda. E kupton tash inside vjen nga anglishtja, po nga është kjo? Shumë përdoret anglishtja kohëve të fundit. Inside, po. Vrejt edhe në Kosovë. Inside hiqet, nuk është Shqip, mos e përdorni në për media audio, në për radio, në televizione, këto shprehje nuk duhet i përdorni realisht. Nga autoriteti media audiovizive i kemi këto këshilla. Inside bje poshtë është me brenda. Performance. Performanca është, e kuptojmë që e përdorim gjithë, mirë po është paraqitje. Zëvendësohet me paraqitje. Performanca bje poshtë. Okular. Përdoret ka herë? Okular është i pranishëm. Pra, personi okular, interesant, shpesh një gjej personat në për media, analist të ndryshëm që përdorin të fjalë të huaja. Okular. Jo më dha pse okular, thuj i pranishëm ishte aty personi, po okular. Po ku diun që është okular, valla? Iniciativ. Incentive. Incentive. Edhe anglisht përdoret incentive. Incentive. Tash ishte iniciativ. Incentive është shtyse nxitje, pra incentive, po. Viral, e përdorim gjithmonë, shkuam viral, kemi shku viral, interesant pse, edhe unë e kam përdorur disa herë, du ta zëvendësoj viralin me përhapje apo përhapje gjerë, pra përhapje shpërndarje, edhe shpërndarje është Shqip, edhe përhapje është Shqip. Dominim. Dominim është sundim. Pra, dominim është e huaj, që kemi dominuar, ka dominuar, po dominojmë, nuk duhet përdorur, duhet të themi sundojmë. Po sundojmë, kemi sunduar, dominim, sundim, këto i kemi nga autoriteti media audiovizive. Konfondon. Konfondon, po pse i bjen ka gjatë, konfondon, e ka konfonduar, bla bla bla. Mos hargjo germa gjigant në gjyrë. Ngatron. Shumë më mirë. Konfondon është ngatron, vëlla, epi aty, ngatron edhe u kry mua beti, edhe kuptojnë gjithë. Konfondon, ka njerëz që se kuptojnë. Support. Support, marash. Kjo fjalë shpesh herë përdoret. Kjo fjalë përdoret shpesh, por realisht support është vetëm mbështetje në gjuhën shqipe. Dhe kështu që i bëhet një kontribut jashtëzakonisht i madh gjuhës shqipe nga autoriteti media audiovizive dhe nga Fol Shqip Show po ashtu për ta shpërndarë tek miliona shikues që këto shprehje që përdoren në jetën e përditshme në radio televizione nuk duhet të përdorur, por duhet zëvendësuar me ato shqip. Kështu që autoriteti media audiovizive big up, faleminderit shumë. E kemi një doktor në studio. Atëherë kirurg dhe stomatolog i njohur dhe shumë i përmendur dhe kohët e fundit po bën buj. Dua ta ftoj me big up me duar trokitje, pastaj do flasim për të, sepse përveç se është edhe doktor i mirë dhe i suksesshëm, është edhe mik i imi. Me duar trokitje on big up von Jonas, doktor Fisnik Pekaj.
Doktor, mirë se erdhe në Footship Show. Mirë se ju gjeta, faleminderit për thirrjen. Doktor, kënaqësi që të kam në studio, mirë se erdhe dhe pata dëshirë që të zhvillojmë një intervistë së bashku për Mirë se ju gjeta. sukseset tua, rritjet tua dhe të ordinancës tuaj. Realisht ajo që më bën mu përshtypje është që duhet përgëzoj mas pari për si i themi, edhe donacion quhet, po edhe humanizëm quhet, por edhe mbështetje quhet, që doktor Fisi, mund të drejtojmë doktor Fisi? Fisi. Jemi miq të mirë dhe po drejtohemi kështu, edhe më friendly që i bjen asaj pune. Doktor Fisi Marash, edhe shikues të dashur, e ka shprehur dëshirë dhe vullnetin e tij që ADC Kosova Advanced Dental Center me ju bërë shërbime gratis dhe falas të gjithë njësisë speciale intervenuese në Kosovë. Pra, policisë që intervenon në situatat më të vështira, që janë një grup i policëve, që doktor Fisi ka dalë publikisht edhe ju ka thënë që dhe a di që është më e forta, janë njerëzit që e meritojnë më së shumti. Për mendimin tim, sepse janë njerëzit më të rrezikuar në situata ndryshme her pas here. Rrezikojnë jetën për mirën e mund. Rrezikojnë jetën. E tash du me pyet doktorin si erdhi ideja dhe si mendove për t'ju ndihmuar pikërisht tyre, sepse njerëzit janë të fokusuar me ndihmu njerëz persona shtresat të ndryshme, jo dikush që s'ka, jo dikush për një shtëpi, jo dikush për një festë, jo dikush për ty të ka shku mendje dikush që realisht vështirë dhe i kishte shku dikuj. Pra, domethënë, njësisë speciale intervenuese është për duar tërkitje kjo. Altin nuk ka qenë planifikuar, ka qenë instinktivisht. Ka qenë para 3 javë gjysë vonë tash. Unë kesh në pej për një përërim shtatores një dëshmorit në pej, Bujar Shalës, që ka vdek gjatë luftës, një dëshmor shumë i mirë. Dhe kem të ftu më dark, edhe në tavolin kanë njësia fiti tullu me mu edhe me ish ministrin Armendi. Edhe tu bisedu për shëndetësin, dhe me thonë, ra fjala që nuk kanë sigurim shëndetësor mas pare, që këta njësia duhet të kanë edhe sigurim tjetës e shëndetësore, plët sigurime tjera. Edhe ata të regun mas parit njëri për tëne që bashkë mbanë s'ko, dhe me thonë, ku ke ajo në Mitrovic Zveriu, të ka lëndu krahun, edhe do është 10 seanca fizioterapi privat, po. Tjetri dhëmë privat, apo thmin privat, edhe kështu më ra. Edhe unë ju thashe, unë keqa më më bo, sa vetë jeni që kaq, atëherë thashe keni gratis për me, edhe jo më ndërum të bëja të punë. Opa, big up Jonas, big up Jonas. Edhe tjetra më staraj, që thatë edhe ma herët, e kom kontratën me Këforin, me Bonstilin, me ish policët Amerikanë që ka qenë, apo të Oleksit, që shumë e shumë vite. Vetëm të tonë se kemi aty. Vetëm të uje të mëhonë. Okej, edhe juve kom qef t'ju kamë. Pra të më thonë, të zbërthejmë në manë që duhet për shikusit tanë. Kontratën e kemi me Këforin, me Oleksin, me gjithë misionet e ndërkombëtare, që ata vinë dhe paguen e i kanë kushte. Ata e kanë sigurimin. Kurse njësia speciale intervenuese e Kosovës nuk e ka sigurimin dhe aty një u ke ofruar ti gratis. Po. Edhe herë duaj të rokitja, vëlla, Gjesi është shumë i bukur. Atëherë, si e priten njësia speciale këtë? Gëzun shumë. Gëzun. Okej, bukur shumë. Po tash problemi tjetër është që po më shkruajnë policia, policia e Kosovës. Tash fillojnë policia, fillojnë ushtria, fillojnë zjarë fikset. Zjarë fikset. Ja u ktheva që ne kemi plan ashtu zgjerohemi për mas një viti. Edhe thashë nështë edhe do zgjerohemi edhe kolegët e mi bashkan gjitën. Edhe jam i lumtun që ata t'i pranojnë. Okej, bravo qoftë. Ta vlerësoj shumë se e di kush je dhe çfarë personi je dhe e ke zemrën shumë madhe, dok. Respekt. Si ke arritur, dok, për të patur Këforin pacient? Pra, Këfori në Kosovë i Bonstilit, pra në Bonstil, janë pacient me kontrat me Advanced Dental Center. Pra, dhe më thonë diçka interesante. Të lutem, Diamant, të lutem shumë, herë pas herë emrin doktor Fisnik Mekaj dhe numrin e kontaktit për gjithë ata që kanë nevojë për Advanced Dental. Sepse ka shumë njerëz që vuajnë nga puna e keqe që kanë marrë nga disa të tjerë, ku realisht
jo me bo reklam, se kam për reklam, as nuk e kam për me livdu, por shkojnë shumë, pasi rregullojnë diku dhëmbët, shkojnë edhe mjekohen të përfundim, mjekohen të advanced dental. Me marrë shërimin edhe ashtu. Se i bojnë diku në kesh, për ma lirë edhe pastaj shkojnë të advanced dental. Mirë po, kam dëshirë me ditë, me bon stilin si e lidhur, si shkojnë puna me ta, vinë këpori, aty e rregullojnë. Besoj që ka qenë viti 2006-2007, ku edhe kam qenë doktor edhe klinike ambasadës Amerikës. Edhe besoj që ambasada Amerikës ka qenë edhe referencë edhe për ta. Përveç pacientave, si ushtarë bën stilit, po zakonisht ambasadat këfore i bën stili për cilin edhe më thonë, ku je ti, referencat ku janë, se nëse him web faqet të ambasadës për shembull, në gjona aty ose në ambasada tjera, edhe është punë referencash, besoj. Edhe normal puna e mirë, natyrisht. Okej. Pra, pacient tek advanced dental është edhe ambasadori, ish ambasadori, edhe ambasadori. Gjithë ambasadorët. Pra, domethënë, secili që vjen, Kjo punë është është prej ne jemi domethënë providera, domethënë jemi si klinik, jemi providers të ambasadës Amerikës. Edhe shumë ambasadave tjera. Okej, pra domethënë. Ne jemi klinika numër 1 për shërbime stomatologjike. Secili ambasador që vjen në ambasadën e Amerikës në Kosovë është me kontratë në advanced dental për diçka që më ka bërë përshtypje. Ambasadori, ish ambasadori. Ish ambasadori, po. Ka sjellë djalin e tij nga Amerika? I ka pru 2 vëllezërit, një vit më herët. Pastaj mbas një viti e ka pru djalin e vet, po. M'fal, po ky është ambasadori i Amerikës. Jo, ky është përpara. Përpara ka qenë. Jo, nuk është. Vazhdojmë, dalim te Doki mbrapa. Te fotoja që ishte. Ka shkuar në Amerikë, ka sjell djalin nga Amerika? Nga Amerika për shërim, po. Për shërim në Kosovë. Interesant. Erdhi koha. Pastaj erdhën gjithë familjarët e ambasadorit. Po, andaj vëllezërit më herët, djali, vet, shoqja gjithë. Kanë ardhur vëllezërit, djali, shoqja gjithë prej Amerike kanë ardhur me shëru gojen, me punu gojen, buzëqeshtin edhe kanë dalë shumë të kënaqur. Shumë të kënaqur. A dallohen pacientët e huaj me pacientët shqiptar apo s'ka dallim që janë njëjtë? Ja, absolut. Për mua janë gjithë njëjtë. Janë gjithë njëjtë. Cilët ambasada të tjera që i ke pacient për shembull? Përveç Amerikës. Po, shumica janë, domethënë ambasada Zvicrës. Aja rregullon Zvicrës dom ti o. Se na në Zvicër jena. Ambasada Italijës, Gjermanisë. Aja rregullon Zvicrës dom që më na më të mirë na këtu. Ambasada Shqipërisë, Gjermanisë, gjitha. Okej, Hungarisë. Bravo. A ka ndryshuar stomatologjia prej që ke fillu karrierën tënde? Në Kosovë po them. Ka ndryshuar shumë. Ka avancuar shumë se vetë teknologjia në stomatologji avancon shumë. Thonë vetëm t'ja fillojmë, domethënë, CT-n 3-dimensionale, pajisjet, SATCOM-in 3-dimensionale dhe pjesë tjera, kemi pru në Kosovë, që kemi zhvillu, i kom pru një pari në fund vitit 2012. Po këto ndrohen çdo 2 vjet, 3 vjet, dalin 3. Unë vetëm vitin e kalum, i kom blen gusht 3, ndërsa një vit më herët nëntor. Tonë çfarë shpejt avancojnë. Me thonë, posaçërisht kamerat intraorale, SATCOM-i, teknologjia, po edhe materiale. Avancojnë shumë. Po mirë po dush me konë ongoing, me thonë, gjatë kohës. Cilat janë shërbimet më të kërkuar në ADC? Më të kërkuar janë gjitha, po ndoshta venijet, facetat, estetika tash është pak më shumë mod. Po na mirëmi me funksion edhe me shërime që një kohë gjatë. Po, kjo është ideja. Cilat i mund të kërkuam, po cilat edhe shërbime i sjell ADC janë në fakt në përgjithësi. Gjitha sa i përket, po, stomatologjisë, kirurgjisë orale, gjitha. Domethënë se stomatologjia i ka disa degë, domethënë 7 degë, ortopedia, nofullave, shërimi, domethënë endodontia, periodontia, gjitha, protetika e tjerë, mirë po të ne gjitha i ofrojmë. Ma të kërkumit tash në ditë të sotit janë nështë edhe implantologjia, implantet, se kemi shumë pacienta që jupin dhënë pak ma heret, dhe zavendësoj me implante apo me protetike. A ka shumë pacienta që kanë frikë nga shërbimet ose nga dentisti? Ka, edhe asi që kanë shumë frikë. Edhe ata që kanë shumë frikë, në zakonisht vinë me një gjendje pak ma të keshe. Se shtynë deri sa, kariesit i prish dëmbët, ose humbin, apo... Kështu që kanë ma shumë punë. Çka mundi qysh mundi mi animu aty, mos me pas atë shumë frikë, ose a keni mesazh që mundesh me... Po, ne ju ndihmojmë. Zakonisht, unë them, e kam një thonjë, gjithë tucanat
të na vinë tonë. Të cona të vinë ti. Është një thoni kështu, mirë po, domethënë gjithë ata që kanë fobi, Po. sa është fobi prej dentistit, vinë edhe ndohen gjithë kënaqshëm. Domethënë kemi shumë metoda, zakonisht fillimisht është kur të flasim me pacientin edhe e bindim. E dyta është që kemi edhe gazin gazmor, nitro që i thojmë oksidulin e azotit, ku pacienti relaksohet, është një gaz ku relaksohet më rash, dhe nuk e ndin as injekcionin as kurrë. Pastaj kemi edhe mundësinë tjetër në anestezian përgjithshëm, ku pacienti flan edhe nuk ndin asgjë. Mirë, po në përgjithësi shumicën e tyre e bindim me fjalë edhe pa këto tjera. Okej. S'ka nevojë me pas frikë. Luftë psikologjike. S'ka nevojë me pas frikë. Diçka interesante që e pash tek një njeri i njohur, ishte që ai kishte alergji shumë të rëndë nga anestezioni. A ka një formë tjetër, dok, për njerëzit që vuajnë nga alergjia anestezionit për të rregulluar gojen pa dhimbje, pa probleme? Altin, ka shumë lloje të anestezionit. Shumë. Është diapazon shumë i gjerë. Edhe pacienti zakonisht nuk ka alergji në gjitha ato. Mund të kenë disa... Pse ka disa lloje anestezionit? Shumë. Ka menduar që është vetëm një lloj, pra kjo është ideja, duhet më shpjegoj. Mirë, po që e lejmë faktin që edhe ka alergji në gjitha llojet e anestezionit lokale, kemi fjalë, dhe injekcioneve që i thojmë neve. Atëherë është mundësia ta fusim në anestezion përgjithshëm. Ku nuk ka alergji. Domethënë ka shumë, i bëjmë testet të alergjisë, edhe aty shifet sakt në çka ka alergji. Po ka mundësi, domethënë, absolut s'ka pacient që s'mundet me hi edhe me ky shërbim. Këtu për shembull në këtë fotografi, çfarë keni rregullu që to dhanë? A janë këto veneers? Këto janë veneers, po janë faseta i thonë shë. Po janë veneers dhe pacienti se dëmt janë gjithë shnosh, ka që ta rregulloj estetike. Edhe këto janë minimal invaziv, domethënë preparohen ose gryen shumë pak, edhe vendosen veneer që janë shumë të holla, janë dikon rreth 0.3 mm të holl. Se dhëmbi praktikisht nuk gryhet hiç ose shumë pak. Këtu në këtë fotografi më duket pak si një rast më i rënd. Po vërtet dok, si e ke rregullu këtë pacient? Po ky pacient është me smundje të misha e dhëmbëve, që i thojmë paradontopati ose paradontoz, ku shkrihet kocka ose resorbohet komplet kocka, edhe dhëmbë zhveshën edhe pacienti hub gjithë dhëmbët. Çish mund më mbru? Edhe kemi zavencu me implante. Janë do metoda që thirren All-on 4, All-on X ose Teeth Express, ku heken gjithë dhëmbët me një seancë, pëllojmë një nanofull, njëjtën kohë qiten 4 ose 6 implante, dhe të njëjtën ditë qiten edhe dhëmbë provizor. Do të thonë pacienti është uraja, nuk mundet me hek provizorën, edhe mas 3 muajve, 3 e gjys, heket aja mirët masa dhe bëhet ura zirkoni. Ama shumë e paske bo bukur, doktor, shumë paske, a ka pas shumë punë, ka pas shumë lodhje me bokte? Jo, kjo bëhet ose një nanofull një herë në anestezion lokal, që zgat operacioni rreth 2 orë, edhe një orë e gjysë dhëmbët derisa t'i punojmë që t'ja vendosim provizort, edhe mas një muaj nofulla tjetër. Ose, tash nuk e di ky rast ka qenë çaj rasti në anestezian përgjithshëm apo në lokal. Që se pacienti s'ka kohë, për shembull shumica që vinë nga Amerika nuk kanë shumë kohë. Është bërë me implantë kjo dok, më duket apo jo? Po, me implantë. Atëherë shtim në anestezian përgjithshëm, do të thonë flan, edhe e bëjmë edhe lart edhe poshtë njëjtën kohë. Edhe operacioni zgat rreth 6 orëve, edhe pacienti kur zgjohet, shohet me dhëmbë. Sa gëzohen tani pacientët? Gëzohen shumë. Çfarë ndjenja është për ty si doktor? Po çfarë është ndjenja më e mirë? Çfarë është problemi për mua? Edhe për gjithë doktorat besoj. Absolutisht. Kur pacienti ndahet i kënaqur edhe ja ndron jetën, ndron psikikisht, ja hap vetbesimin edhe plotësinë e tjera. A mendon se Kosova ka potencial më bo qendër rajonal për turizëm shëndetësor? Unë besoj që po. Ka shumë potencial. Ma shumë se tjera shtetet në Ballkan për shembull ose? Ndoshta më shumë nuk e di, mirë po ka shumë se për turista Kosova ka shumë çka më ofru. Zakonisht për tri është edhe jeta e natës, është ushqimi i mirë. E kemi Shqipërinë afër me Shetit, Malinezi, Maqedoninë. Edhe mirë po vetëm puna e sigurisë më besoj, domethënë derisa të rregullohet çështja e Kosovës, edhe pacientat kanë siguri që të vinë te ne. Se nëse hin ti në Google edhe shef që Kosova nuk është rang si shtet i sigurt, atë për atë arsye në ngecin pak.
Vetë shkon Po, të kam përmirësu. shumë shpresë, po. Për shembull edhe për mbjelljen e flokëve, tash Absolutisht. që jam kon Kosovë kum pa disa pacientë. Absolutisht, Kosova është bërë destinacion Po shkon të për zhvilluar, shumë, duket. për Po, shumë. ne zakonisht i kemi 50%, për mi 50% i kemi të që na vinë nga jashtë. Nga jashtë. Po. Edhe shqip falës, edhe jo shqip falës. Po. Që kanë dëgju për ADC Kosovë. Absolutisht. Doki, i pyetje tjetër përveç punëve që bëni janë përveç këforit dhe ambasadave, janë edhe politikanë shqiptarë që janë pacientë. Po, Duke po, filluar shumë. nga ish presidenti Zoti Thaçi, ë? Po, Zoti Thaçi pa ardhur për herë të parë në 2008, kur pas zgjedh kryeminist. Si erdhi ideja apo si u lidhe me Se di për zotin e di që kanë thirrë, kanë caktuar dhe sigurisht referenca pacienta. referenca? Erdhi kështu spontan, pa termin apo si? Jo, me termin. Me termin. Okej. A ndjen presion kur ki pacientë kaq të rëndësishëm? Për para, fillimisht, më thonë jemi të folë për prej vitit 2004-2005, fillimet e mia, se unë ja kam filluar në 2002. Po, kam dirë. Mirë po tash jo mësu. Që kam një farë ndjesie të mirë dhe ndina mirë si privilegjuar kur më vi. Po jo me ndinoj në sikletë se dishe. 2002 ki fillu, Po. 2006 ki pas kontratat e parë me organizatat ndërkombëtare. Po, Shumë shpejt. dikon 2007-2008. Po, përveç politikanëve ki edhe VIP për atë stradës, ja për shembull aty Recep Agiçi, Ardi Xhebreja, bashortja e Recep Agiçit nduket. Po, emrin si e di? Aida. Aida edhe Armendi. Edhe tjerë për shembull pas këtyre ki edhe në qoftë se regjia na i sjell, por regjinë e kam ambasadori i Amerikës. Kemi përsëri Jaku është Ylli Limani, një artist i mrekullueshëm. Jaku kemi Lumi B, kështu që VIP-t krejt të vinë edhe tek Vinë shumë, në Vinë shumë. zakonisht po... ja dhe vetë dati, Zakonisht nuk bëj shumë foto, po... ka ja njerë- dhe këngëtari Ram Lahaj. Po. Ram Lahaj. Pra, do më thonë, VIP-t janë. Tashi, Po, vinë boni shumë. pyetjen shumë mirë Maraçi, dok, po kur vjen një njeri që është me një imazh apo me një si i thojnë, që është i njohur, është publik, a është pak përgjegjësia apo kujdesi më i veçantë apo është një lloj si tjerë. Se për shembull kur vjen një njeri me peshë, ke frikë mos ja bokesh sepse ai mundet pastaj me ndiku në publik gjitha janë të rrallë. Jo, Altin. Kujdesi është këtë i njëjtë. I Ne njëjtë. kemi një protokoll dhe ai protokoll zhvillohet natyrisht me vitet tona, ku për secilin është njëjtë dhe jemi shumë të sigurt punën tonë, kështu që nuk kemi asnjë probleme. Cili ka qenë Kemi doktorat për shembull që është i ndan për mbushjet kanala, kemi doktorat për protetikë, kemi për kirurgji, kemi për pastrim, kemi për ato, do në gjitha profilet i kemi. Secili në sektorin e vet. Po, pra. edhe ju keni të paktën 50 punëtor në Advanced Dental. Offer 50. Offer 50 punëtor. Po ashtu ju keni edhe laborin tuaj, apo jo? Po, dhe laboratorin. Laboratorin. Teknik, po. Pra, në të gjitha prodhimet ju i bëni vetë. Vetë i bëjmë, po. Laboratorin e kemi hapë për herë të parë, të më thonë që atëherë kur kemi marrë pajiset në fillim vitit 2013. Po në vitit 2013, laboratorin teknik e kemi tonin. A furnizon apo je ekskluziv vetëm për ADC-n apo jo je edhe për të tjerët? Jo, vetëm për ADC. Pra, punon- S'kemi kapacitet më shumë. S'keni kapacitet më shumë. Amo ADC-n e mbuloni shumë. Po. Cilat janë synimet e ADC-s në të ardhmen, dok? Po, ne vetëm kemi marrë një hapësirë për 4500 metra katror, ku do e hapim edhe një klinik të madhe, edhe për një 12 muaj do jetë gati, edhe do e zgjerojmë edhe laboratorin edhe klinikën dikun me kapacitet 3 herë më të madh. 3 herë më të madh. Po. Domethënë do jetë vetëm për ADC apo do jetë spital? Jo, do jetë edhe spital. Domethënë do kemi edhe anestezion në përgjithshëm aty, do kemi edhe shërbime tjera dhe mirë po do jetë pak risi, kështu që të publikojmë pak kur të jemi gati. Në Okej. cilët pika kryesore dallohet ADC-ja për e tjera klinikëve në Kosovë? Tash nuk me fol, se nuk e di sakt ç'a bojnë edhe tjerët. Mirë po ne kemi një kvalitet edhe një shërbim të mirë në aspektin edhe kvalitativ, ku edhe materialet i marrim kvalitativ prej jashtë i porositim, implantet i marrim direkt prej Amerike, importojmë vetë.
Për Amerikë. Po, është numër 1 është Bio Horizons, Bio Horizont, është numër 1 në Amerikë. Këto materialet për kurora për dëm t'i marrim nga Gjermania e kështu me radhë. Je specializuar në Amerikë, dok? Kam kry shumë trajnime, si subspecializim. Ton specializimin e kam kry një në Prishtinë 2008. Masaneja kom fillu në 2009 me shku në Amerikë me trajnime dikon rreth 5 vjetë. Rreth Me 5 radhë, vjet. po. Në aeroplan gjithmonë apo ke shku me trageto? Kam dal zakonisht 6 javë, 4 javë, 6 javë, jam shku, jam kthy dhe kështu me radhë. Me flugë? Po, me aeroplan, si do shkojmë bashkë Altin. Zoti hajre po. Çështë kemi lënë. Që kena lënë, po mund shumë me dhona anestezion, më kishte bë mirë. Me premedikacion. Me mund gjomë gjigant komplet atje kisha vujt me arme. A do shkojmë as do shkojmë? Do shkojmë patjetër, kryej muhabet. Nëse bjen për ty, bjen edhe për mua. Ti ke çka hupun, s'kam çka unë mision. Ti le 50 punëtor pa punë. Ma koshit të avancon. Interesant. Çfarë ka Advanced Dental, do më thonë, studimet trajnimet që ke marrë në Amerikë? Çfarë kanë më, do më thonë janë më të veçanta se sa të vende tjera apo jo? Po trajnimet gjithmonë avancojnë, Altin, jam të fol për atë kohë edhe unë ala shkoj. Vazhdon akoma trajnim? Minimalisht 2 herë në vit shkoj në Amerikë, në Evropë, hala më shpesh. Okej. Është një profesion që lyp angazhim non-stop, edhe është, më thonë, non-stop zhvillim, si me teknologji, si me pjesën tjetër, edhe duhet të jetë gjithmonë ongoing, domethënë edukimi i vazhdueshëm, i thonë kësaj punë. Që nuk kem të fol tash për edukimin në 2009 ose 2008, po jemi hala ongoing. Që unë i kisha preferuar të tjerë ta bëjnë të njëjtën punë. Okej. Ka të me pyet, valla, kam shef me ditë edhe unë me ditë se realisht në shqiptarët si në kolektiv, me sa di unë, jena jo shumë të suksesshëm si kolektiv. Si individualista jemi shumë të suksesshëm, pra si individa jemi të suksesshëm. Në qoftë se flasim, a ke bashkëpunim me ordinanca tjera? Po shumë. Ke? Mas pari na kur folim për kolektiv, folim për kolektivin tam. Po flasim jashtë ADC-s. Okej, në rregull, po jam të punu me kolegët e mi, me stafin tam, unë kam staf që 20 vjet. Staf që 20 vite, që i ke të pandashëm. 20, 17, 18, 15, 14. Më thonë jemi staf kompakt. Tash, pi stafit për galaj ka kolegë tjerë. Kam shumë mirë me gjithë kolegë. Thirim për në rast, unë jam kirurg kohë gjatë tash, më banë 17 vite, ta dërgoj një pacient që ka një problem, ose ta dërgoj një pacient me përgadit për diçka tjetër, e kështu më radhë. Okej. I qojnë familjarë, vinë vetë. Okej. A mundëm me përshëndet drejtoreshën se ka me mrejt tani në qosë? Drejtoresh, mas me mrejt, po të përshëndet. Për mas me mrejt, kur të shihemi, po të përshëndet Anita Mekaj, vajza e Dokit është drejtoresh. Donita, më falë, Donita Mekaj, drejtoresh e Advanced Dental, e marketingut dhe shumë... Ka po fala. Faleminderit, fala paq, drejtoresh, shef, nuk harrova. Folim pak edhe për fillimet e tua për biografinë. Kur edhe pse ki vendos që ki dëshirë me njek këtë drejtim? Okej, pyetje shumë e mirë. Unë kam vendosur qysh. Unë kam vendosur kur kam qenë në klasën e 5 shkollë fillore. E kam pas kujshin dentist. Edhe shkojsha si fëmijë në rregull antaj. Edhe se unë në familje kam mjek dhe inxhiniera gjithë. Edhe më kur vendosa me marrë stomatologjinë, ma bëjqën po mere pse stomatologjinë, mere mjekësinë ose pjesën tjetër. Thësha jo, du stomatologjinë. Dhe gjithë janë çudit, po që kujshin e kom pas si motiv. Pastaj e kemi marrë, ka qenë kohë e vështirë para lufte. Në të 99 unë veç kam qenë absolvent, më pas në 3 provime para se me diplomu. Po pastaj lufta, mas luftës, më dasht pak me punu se patëm kushtet shumë keq. Në shtëpia të djegta më pej gjithë, familjen e kisha në Shqipëri, unë e vetë Maqedoni, po në isha në spital të kryqit koq norvegjez. Në kohën e luftës, po. Kohën e luftës në Qegran. Ka qenë një spital fushor, Qegran ndokët kanë qenë rreth 200.000 njerëz. Ka qenë spital fushor dhe aty kam qenë krye teknik. Sa tërës kam qenë i diplomu, më hina si teknik dhe më thonë në emergencë. Edhe kam punu deri mas luftës. Masane mas luftës më dasht me punu një vjetë gjys,
që bile me rregullu shtëpinë me shti familjen, dhe pastaj në 2002 diplomova dhe ja kam fillu karrierës. 2004 në kam regjistru specializimin, 2008 e kam kry, pastaj nisa trajnimeve në Amerikë, pastaj në Evropë dhe shtu. Edhe prej fillimit e ki kriju këtë firmë apo ki punu më s'pare? Jo, dikun kom punu deri në vitin 2015 në rezonancë, spitali rezonancë në Pejton. Edhe kam ap mësim deri në 2017, dikun rreth 12 vjet, në Universitetin e Rezonancës, që është privat. Çfarë këshille ju kishe dhënë krejt atyne që dojnë me njek këtë drejtimin e njëjtë edhe cili është sekreti yt i suksesit? I kisha këshill që të shkojnë, nëse dojnë stomatologjinë. Ma duhet ta dojnë tamam. Se është shumë e vështirë, edhe fizikisht, edhe psikisht, vjen shumë punë, edhe duhet ta punojnë një kohë gjatë. Në momentin që e punon një kohë gjatë dhe zhvillon një kohë gjatë, atë duhet ta dojsh ton kohën. Në momentin që nuk e don ose nuk e vlerëson ose nuk e don, po nuk e ki pasion gjatë rrugës, atëherë dështon. Dogi, ju thotë që në familjen tuaj janë të gjithë inxhinier dhe doktore. Doktor. A ke menduar apo a do të trashëgohet puna juaj tek fëmijët tuaj? Po se di. Djalin e kam stomatologji në Amerikë vit dytë. Ashtu? Po. Okej. Djali tjetër i dytje është në stomatologji këtu në rezonancë. Të dy djemtë i ke për të njëjtin drejtim. Po, kështu që nuk e di. Tash unë i kam thonë që mos e merrni vetëm që e mund. Po merrni nëse doni. Okej. Edhe nëse rrugës e shihni që nuk po doni, lani, merr diçka tjetër. Po, atë që të merrni ta keni me dëshirë me pasion. Dhe djali ka edhe tash për Amerikë. Okej. Tash që babi nëse nuk e don, prap le merr vazhdo diçka tjetër. Që nuk e kanë me nuk ja imponojnë. Thjesht merr diçka që e don me punon. Me që ki motivu? Janë motivu se edhe si fëmi kanë punu të one. Domethënë pushime verore si në shkollë fillore, shkollë të mesme, vishin laborator, pastrojshin që aty, shohin punën që më smendajt edhe që janë motivu. Bukur, unë pak më përpara dëgjova këta janë të lumtur pacientët kur të i rregullosh. Realisht është lumturi e madhe e imagjinoj se çfarë lumturi mund të kenë. Po desha me ditë, a mban mend apo ke diçka specifike më na tregu se cila ka qenë reagimi më i mirë apo dhurata apo ku diun i ndonjë pacienti që e ka treguar veten ndaj teje? Se di vonë vjetë se par vjetë një pacient, po tash nuk e di me emër. Në momentin që ja kemi vendosur dhëmt, ja ka filluar me çajt para pasyrës. Ka çajt para. Sonë naçim pas tro. Çfarë? Tash kur e po. Kur e po të çajt janë nisën edhe motrat me çajt. Këtë Një një për atmosfere të çajt fikzimit. Interesant po ka qenë, Ka shumë emocione. Të shku ke njerëzit e pajtu njërin, Ndran komplet edhe vim pa kohë mu adaptu. Interesant. Ama pikëzimit është shumë. Ndryshuat jeta total i njerit. Mund ndryshuj jeta shumë total. ndryshon, po, ka shumë njerëz që kanë edhe kompleks, as nuk qesh, as nështë nuk del, nuk socializohet mjaft me njerëz, në shefet, kupton, nuk kesh as para njerëzve, as në foto, edhe ajo pastaj bëhet bagi një kompleks psikisht. Mund të më trajton në depresion, shumë sa në tjerë. Ja vlen shumë ky investim. Ja vlen. Mesazhi juaj Le që mos flasim për shëndetin. Po. Mesazhi juaj ishte që po se patë pasion një punë mos e ndjek fare. Ja. Çfarë janë pasionet tua përveç punës që bëni? Përveç punës me shëtit atë. Ku shëtit? Ku të pëlqen me shëtit? Se me shëtit e di që shëtit, apo. Ku të pëlqen më shumë ti me shëtit dhe ku të kalon bresa më tepër? Ku të kalon përshtypje më shumë udhimi që ke bërë? Altin kom shëtit shumë, po... Ke shëtit shumë? Ta shkove të fundit? Po ta shkone fundit kësh Maldive, mirë ishte. Ishte mirë Maldive? Në Maldive na mush mi ujë për çdo ditë më marosh. Kafet aty në Maldive mush mi ujë. Se mirë, duket në YouTube e kam pa, mirë duket. Mirë duket. Po, mirë duket. Kalova bukur? Bukur. Okej. Domethënë udhimet janë pasioni jot. Pasion tjetër kemi me lexoj shumë. Lexon shumë. Çfarë libra? Po shumicën përveç profesionale, sa që mund pirojmë ato profesionale, se është pak obligim. Po, duhet patjetër. Edhe kam pasion se duhet mi përcjell sendet, mirë po zakonisht romane, relaksohesh, varet, po anglisht më shumë. Anglishtin e din, Po. E zoton mirë domethënë anglishtin.
Yes. Qa fole më herët? Yes, of course, po, jo, po, unë e di, po, për shikuesit në do të më ditë, ama do të më Luj ping-pong, E. bilardo shumë mirë, ping-pong Bilardo? shumë mirë, po. A për bilard Shkoqi? Basket këmë luj Ja, shumë. për bilard Basket, Shkoqi. për basket thusha? une. A për basket Shkoq ky? A për bilard Gjashtë Basket vjet këmë luj kom lujt. shumë. A Edhe për unë. bilard E du Shkoq shumë. unë? Veç ti më i gjatë më duket se unë. Kam luj edhe për pejen për para Në cilën pozitë ke lujt? Center? Center? Doke, për bilard Shkoqi po të kallëzoj. Valoj, kur dush lidhe. Për me, me sa be bëjmë bastin? Me sa be bëjmë bastin? Ta bëjmë publik. Ta bëjmë i loj, sa kena me lujt? Sa loj kena me lujt? 3 luj. 3 loj. Me 3 loj, Domethënë kur del 2 fiton. Çfarë, po. Me çfarë basti e kemi? Shkojmë në Amerikë, bashk. Ta pagu. Pa. Domethënë Aeroplani. me pagu kush humb udhimin e aeroplanit? Po. Fote. A kapi regjia t'ju dhon basin edhe i herë? Fote, ja regjia ku është e regjia. Ja ku jemi këtu te kjo këtu. U fut një bast. Kena me lujt 3 lojë bilard unë e Doki në Prishtinë. Kena me bë vetëm 3 lojë. Kush fiton ka me pagu udhimin për Amerikë, ose ky mu, ose unë Ose këti. ti. E kështu që jam i sigurt që kam me nejse, jo, s'po flas për siguri. S'po flas se nuk e di Po ishte akoma. kemi edhe kamerat Nuk atë. ja dëshmitar ti kena, ama s'po flas se ata që lëvduan gjithmonë humbin realisht, kështu që pe lën që është neutral. Por basti është bast. Kush humb tash kam mbrej gruaja të shtëpia, thot po budall, po çysh më futet i bastin. Tu e di, ku e di na që është luna e mun. Durët e kirurgit nuk dridhen. Ë? Kur Ja. luajnë biljard, nuk. Realisht- Durët e kirurgit Po nuk unë dridhen. kirurg jam një farforme, bro. Unë hali open në gigant. Unë e presë e hali open, në qysh, edhe mu së më dridhen durët. Dok, qëfar të bën të lumtur? Suksesin ti e ke, po hecë shumë mirë, pra dhe më thonë, kush të bën të lumtur ty, përveç, po nejse, po. Familja. Familja. Pra pike parë është familja. Suksesi familjes. Edhe suksesi familjes. Këta janë që të bëjnë të lumtur. Këta janë që bëjnë. Bravo. Si ke raportet me fëmijët tua, për shembull, me fëmijët, me djemt tu për shembull. Si ke raportet? Shumë mirë, edhe me djema dhe me qika. Edhe me vajzën. Kam shokë e shoqe. Okej. Jo veç prind. A janë raportet si prind apo si shoqëri? Si shoqëri. Si shoqëri. Si prind janë dy sa kufizime, normal. Po. Okej. Kështu për ditëshmëri. Se janë kam mesazhe të si mira këto shoqëri, dok, për po. shembull, se ka prindër që i shikojnë fëmijët e marrin distancën, a kupton? Por Ja, a është ja, më fëmijë- mirë me i pas shok fëmijët apo është më mirë me i pas në distancë dhe vetëm më nej ty këshilluat. Gjithmonë është më mirë me pas shok. Shok e shoqe. Është më mirë. Po, se hapen me ty, i këshillon non stop, i ndihmon non stop, domethënë se ata se kanë përvojë. Ne e kemi përvojë. Okej. Edhe çaja është detyrë e prindit. Edhe nuk i vlen me gabu, ai më mirë me gabu me gabimet tua apo me gabimet veta. Absolutisht. Edhe besoj që është shumë më mirë edhe ti je shumë më rahat. A tham që udhtojmë. Po. Nëse mi pas fëmin mirë, ti ku do më shku? Ti Absolutisht. si je rahat. Si ra, nuk ndihesh mirë. A është vështirë mi pas larg në Amerikë fëmijët? Shoqja zakonisht domethënë bashortja pak e ka ma problem, se mërzitet ma shpesh, po unë jo. Kur e di që është shku për një punë të vetën, domethënë që me kry një shkollë, një fakultet, me investu në vetën, atëherë unë për mua është shumë okej. Unë nuk mërzit në fare. Se është destinacion që duhet me kry. Dok, ti personalisht, kujtja beson dhëmbët tua apo gojën tënde për të rregulluar? Ku e rregullon Doki? Kolegëve të mi, mbrana, kolegëve të mi. Vetëm brenda ordinancës tënde. Po jo, mbrana ordinancës mas pare, pastaj jashtë nuk më ka ra Amo puna. gjithmonë ti shërbimet i kryen aty, nuk Unë e është. familja me gjithë një të. Edhe unë i kam altinisa. Me venerë si ke edhe? Po, venisë. Okej. Interesant, shumë bukur. Tashi, me thonë drejtën, Dok, unë kam dëshirë këtë ditë marrë dhe në ADC, përsëri du me realizu një jetë reale, me pasë si funksion nga afër me telefon, me gjëra, me bo një jetë reale, por ajo që mu më intereson është me ditë se çfarë mesazhi ke për shqiptarët e diasporës. Për shqiptarët e diasporës, unë kam shumë pacienta diasporë. Shumë aspare ti faleminderoj që vinë të une me një kodë gjatë, është fjallë. Pacientët na e kam databazën ose bazën e donave prej 2002-ës. Edhe kemi merengena me shërbime me këtë rujtme. Që e di që kam shumë edhe janë shumë të mirë, ju faleminderoj, edhe gjithmonë do jemi aty për ta. E për tjerë që janë,
atëherë le të vinë, ta shohim, e bëjmë një kontroll falas. Kontroll falas. Po, kontroll falas ja bëjmë herën e parë, edhe do ja bëjmë një plan si ty Altin. Pastaj a vjen as vjen është edhe problemi juaj. Edhe ky është një gjest që jo çdo kush ta bën. Mos harroni shqiptarët e diasporës, e keni gjithë nga një kontroll të gojës falas në ADC. Diamant, numri i telefonit për këtë që tha Doki, për gjithë shqiptarët e diasporës, shkoni në ADC Kosova. Mund ta klikoni edhe në Instagram ADC Kosova, edhe në Facebook Advanced Dental Center. Dhe keni kontrollën falas për ta marrë tek ADC-ja. Pastaj si të vendosni vetë. Doki ka drejt m'ju tregu se çfarë probleme keni e pastaj Po bëhet plani. Po, plani bëhet, pastaj ju vendosni se ku e qysh e tek. Por më mirë se në ADC harrojeni. Harrojeni që keni mirë ku tjetër më mirë se ADC. Tjetër, nga jeta e jote e udhëtimeve, për shembull. Çfarë të ka bërë më shumë, cili shtet përveç Maledive si ishte bukur? Cili ka qenë vendi që të ka pëlqyer më tepër? Cancunin, Meksik. Meksik? Po, është shumë i bukur. Edhe aty është shumë. Jam kanë edhe unë shumë e mirë. Natyra mrekullt. Natyra perfekte. Kiç ka banë edhe kish shumë aktivitete. Se unë nuk jam që shkoj një pushim edhe veçori. Okej. Shef aktivitete përveç me lexu edhe më marr me diçka. Këto në me aktivitete edhe me sport. Do më thënë, ma shumë vende ku ka plazh, ku anë Bregdetin më tepër përkundon doke? Po, Bregdetin, po s'do më thonë. Florida, për shkakun, është e mirë. Është e mirë Florida? Orlando s'ka Bregdet, po që Miami ne kemi Bregdet. Tampa, varet ku. Interesant. Kalifornia. Sa qef kam më udhëtu edhe unë Mordok. San Francisco është e mirë. Po. Kam qef shumë më udhëtu edhe unë, po këtë frikën në aeroplan s'po heq dot se di. Bash do heqim do thash. Bash do heq. Po tash ta shohim. me anestezi. Po unë si hu pasi fitova, më rëndësi është ty me ty në aeroplan. Kam frikë që po marrë shasherën o. Ja. Do hypi përgatitur. Diçka për fund doke, sa kohë duhet me u shëru një gojë që ka nevojë për implante? Apo tjetra, sa kohë duhet një person që ka dëshirë me vendos veners? Pra ajo ka gojën e shëndosh, por do me vendos veners për më dok më bukur. Sa duhen për implante dhe sa duhen për veners? Për implante nuk është më si ka qenë përpara. Do më thonë na që shumë vite e vendosim implantin ose implantet, edhe të njëjtën kohë bëhet ngarkimi me një hershëm apo si thonë immediate loading. Ama natyrisht që se kocka është kvaliteti i duhur dhe në që se implanti vendoset me një targ apo me një forcë caktume që matet me aparat, ku duhet tjetë 35 minutna, edhe ngarkohet me një herë. Praktikisht, në tonë qesim implantin edhe dhëmbin njëjtën ditë. Apo implantet edhe urën njëjtën ditë. Edhe pastaj shërimi zot 3 deri në 3 muaj e gjys. 3 deri në 3 muaj e gjys. Pacienti ka dhëmbët. Kjo është altin njësoj si këmba thyrë, ku kockat për shembull që thehen e krijojnë një kallus, ajo thirret kockë repërat, ku ngjitet, edhe përpara këmbën e thyrë për shembull kanë marrë 6-7 javë në gips. Që mu shëru. Mirë po çka ka ndodhur? Ajo është ngjit gjatë asaj kohe. Mirë po tash momentin që ti nuk e marr gipsin 6-7 javë, po e marr një javë, dhe mas një javë me longet ec ka pak apo shkel nga pak, ama shumë pak, dhe më thonë me mikrona, atëherë çaj kallusi, dhe më thonë shpejtohet lidhja me kockën. Shumë, dhe më thonë lidhet për 4 javë. Njëjtë është edhe implanti për kockën lartë. Absolutisht. Në momentin që ti kafshon nga pak, dhe më thonë e stimulon ngjitjen e kockës për rreth implantit. Shpejtohet, dhe më thonë, ngjitja. E njëjti princip është, dhe më thonë, edhe ne ngarkojmë implantin më një herë. Edhe mas 3 muaj e gjys, atëherë hekim provizorët edhe i vendosin të hershmet. Okej. Dërsa për venir, zakonisht vynë se venirët janë estetik, do të thonë ne i bëjmë disa prova, disa analiza, do të thonë digital smile design, do të thonë një projekcion të buzëqeshjes digjitale, edhe zakonisht na vjen 50 pune, 50-60 punë. që të përfundohen. Përfundojmë, i provojmë disa herë, shohim a janë mirë, bëjmë ndryshime derisa të mbrim deti final. Po, bukur, edhe gjithçka që më bëri përshtypje që s'kam parë në diku tjetër, përsëri po i bie si reklam, po duhet me tregu të realitetin e të vërtetën. Rentgenat 2D edhe 3D i boshit ju. Po. Edhe 2D edhe 3D. Pra, inqezimi i rentgeni. Po, kombim CT scan, 3D është CT. CT kombim, po
CT 3-dimensionale tash që thojmë neve atje, është CT, praktikisht aty e shohim sakt se rentgeni ortopani ose ortopantomografia është 2D, është pak e deformuar. Do thonë si më thonë 1,25 ose 1,30 ose nuk është e sakt, edhe aty nuk e shohim gjërsinë. Edhe nuk e shohim gjatësinë sakt drejtë nervi, drejtë apo diçka tjetër. Me ato bëhet diagnostifikimi dhe planifikimi i implanteve sakt. Do thonë edhe në shtetet e jashtme nuk është e lejuar me vendosësh implante pa CT. Nuk është e lejuar. Që se bëni gabim atëra përgjithësi pra. Çka i bën dhomëve mas shumti, çfarë këshilla ki për kret njerëzit për çish me mbrojt dhomët? Po edhe çfarë metodë, domethënë përveç se mi la dhomët rregullisht? Po, teknika e larjes është shumë e rëndësishme. Teknika dhe kuxhatësia se pacient zakonisht thonë po i lava, unë i lajmë. Ta di pak e doktora thunjëm të dita jo. Vëmbët, i sekond, shikoni pak me kujdes. Vëmbët, më korrigjon nëse jam gabim. Nuk lahen kështu drejt. Normal, apo jo, ha? Siç e kam mësu. Vëmbët, sepse vëmbi është si ura, ke parasysh, vëmbët lahen kështu. Apo jo. Te mishit nga vëmbi. Po. Kështu në këtë formë lahen vëmbët. Pra që të mësoni. Ti, mos më shikosh apo më mësu me la dhëmë. Apo jo, dok? Edhe kuxhatësia. Ale vazhdojmë. Se, momentin, unë i thëmë shpesh pacientave. I thëmë, ti hin në banjo dhe i lanë sa sekonda. Thëmë se, koha në banjo është shkën katale. Thëmë, ti mos rrim në banjo, se ato 10-15 sekonda e kryva. Po del këshër televizor, hen pështy, bile një 2 minuta, një gjysë. A i kështu më regula është 3, po. 3 minuta du të mi la dhëmbët? Qështu në gjithë e boj hecin këtë banesën të i la dhëmbët, kështu televizor. 3 minuta mire, kështu televizorin, shkom pështy në këthesh. Se nuk më rrijet veç në banjo me kështu pasqyret. Po, se është pak monotone. Pastaj peni dhëmbë. Peni nuk e përdorin shpesh. Më thonë, dhëmbët kanë kontakt njëni me tjetër. Shky kontakti nuk pastrohet ndryshë. Pa më parasysh reklamave të brusha. Brusha nuk futet aty. Atër, bile një herë, momentin që mësohesh, bile një mramje, të më thonë 30 sekunda të merë me hinë mes këtë dhëmbëve. Po. Edhe mjafton, peni dhëmbët, edhe... Brusha, tash, këta që kanë ura, ose implante, ose kanë briketa, proteza që i drejtojnë dhëmbë, ata vesh duhet marrin edhe water pick. Është një maqinë me ujë, me shtypje, water pick, i thojnë, ose shqip, se në dhonë shtypje me ujë japë. Si ajo në karikë stomatologjike që e kemi neve. Edhe i fut dhëmbët. Ose në qëse se përdor penin, bila ato duhet me përdor. Abdën e ja fut për funi dhëmbëve të mishi, për funi ura që me hek ushqimin. Edhe e shumë e mirë. Pacientat e mishi që qasë implantet gjithve i thamë me marë. Edhe me përdor të njëtë. Edhe sa më pak sheqer. Sheqer po së po. Si energy drink, a janë shumë të damshëm? Edhe ato janë acidike, kështu që edhe ato janë pak damshëm. Po. Edhe kum dëgju një herë se masi ki hangë diçka acidike, ose ki pi me diçka acidike, mos mi la dhamt me një heri, po mos pari me pi pak ujë. Me shpëla, po. Me shpëla mos pari. Po, ka shumë tash, aty duhet edukim. Unë të mijit pacientat, për shembull prej 2002-s, i kam hala, tash, nëse i kam bëllë dhe fëmijë, i rritë fëmija, edhe i edukojnë nësëm. Edhe din valla, din shumë. Din gati sa një stomatolog. Absolutisht, po sepse tanë gjithkohës aty. Se në eduku, edhe pastaj hinë edhe vetë lexojnë. Edhe edukojnë ton kohën. Edhe shumë njerëz nuk e dinë se sa më rëndësia është shëndetësia e dhëmbëve, mishit dhëmbëve. Shëndetësia fillon prej gojës. Nëse goja nuk është të shëndosh, atë s'ka si gjë shëndosh. Shumë sëmundje tjera vijnë. Shumë e vërtet. A është aroma e gojës nga dhëmbët shpeshherë? Po, fetor ex ore i thojmë, po. Si quhet ajo? Fetor ex ore është latinisht thonë. Okej. Po era e gojës është vjen pi dhëmbëve, vjen mund të marr prej infeksionit mishtra dhëmbëve, kariesit, dhomit presh për funi, plot sanave tjera, po mund të jetë edhe prej fytit. Domethënë pi bajave, në tonsillave. Mund të jetë prej lukthit, po duhet shofim për shkafit. Mund të jetë për dhëmbëve të përhershëm, që i thojmë dhëmbë të pjekurisë, varet. Edhe ka një herë në vjetë në kontrol me shku. Thua, këshillohet? Një herë në 6 muaj. Një herë në 6 muaj kontrol. Atëherë, gjithsesi. Ne po ju tregojmë, se jemi në fund të kësaj interviste, po ju tregojmë që këshillat i keni nga doktori Falas bashkë me kontrollën Falas. Ju që keni nevojë, planin u atërgon doktori,
harrojeni që t'ikun tjetër më mirë, ja ku i keni kontaktin në numrin e telefonit që mundeni me marrë kontakt me ADC Kosovën. Doktor, falenderoj nga zemra për Faleminderit edhe juve shumë. për pjesëmarrjen tonë të sot. Faleminderit shumë që na dhe këto këshilla, këto gjëra interesante, disa gjëra që unë realisht përpara si kam ditur. Normal 3 minuta t'u la dhëmbët s'kam nejt asnjëherë, me thënë drejtën, mund kem nejt 1 minutë apo 1 minutë e gjys, deri në 2, po 3 si kam bëu kurrë drejt me thënë. Mirë, po mora një shembull sot që duhet me la tu këshir televizor, mu sjell në për shtëpi edhe u kry muhabetin me pasu aq më bukur. Por megjithatë, unë të falenderoj nga zemra për jo vetëm për punën e mirë që po bën, por edhe për humanizmin tënd dhe për atë që jeti sot. Nëse e keni mesazh për ta dhënë tek miliona shikues që i kemi në Full Ship Show. Faleminderit për thirrjen atë. U kënaqem sot në emision dhe i përshëndes gjithë edhe ju mirëpres gjithëve në ADC Kosova. Shumë faleminderit Doki. Shumë faleminderit. Mos lëvizim, shkojmë një reportazh bashkë sikur jemi këtu. Ta mbyllim këtë emision sonte bashkë me Dokin. Flutura Gecaj, një zonjë e cila jeton në Zvicër me një histori pune shumë të mirë dhe interesante dhe një bashkëtesë shumë interesante. Shikojeni Fluturën. Deri javën tjetër nga unë, Doktor Fisi dhe Mara Shpulaj. Natën e mirë.